Që nga 2 tetori deri më sot në Prishtinë është mbajtur panairi i produkteve bujqësore. Në panair i cili është mbajtur në përkujdesin e Ministrisë së Bujqësisë dhe Odës Ekonomike të Kosovës, kanë marrë pjesë rreth 100 kompani nga vende të ndryshme të rajonit. Organizatorët thonë se qëllimi i këtij panairi është që të ofrohet mundësia bizneseve vendase të rrisin pjesëmarrjen e tyre në treg, si dhe të njihen konsumatorët me produktet e reja. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thotë se format e tilla të organizimit janë pjesë e përpjekjeve të ndryshme për të mbështetur sektorin e bujqësisë, i cili sipas tij përbën një potencial të madh për zhvillimin ekonomik të vendit. Duhet të flitet për të mirën dhe e mira këtij panairi janë produktet bujqësore kosovare dhe djersa e zezshme e farmerëve dhe e bujqëve kosovar, të cilët me mbështetje sado të vogël institucionale janë duke prodhuar, janë duke krijuar vende të reja të punës dhe janë duke promovuar vlerat e Kosovës përmes këtyre produkteve. Prandaj besoj që ky panair e ka arsyetuar arsyeshmërinë e vet dhe duhet të ketë mbështetje që këto panaire të jenë edhe në të ardhmen të organizuara në mënyrë sa më profesionale, në mënyrë sa më promovuese dhe mbi të gjitha të forcojnë urat e bashkëpunimit në dimensione të ndryshme në interes të ekonomisë, në interes të sektorit privat dhe mbi të gjitha në interes të prodhimit vendor. Zoti Gërgjaliu thotë se ky panair mundson edhe përmirësimin e imazhit të kompanive të vendit dhe krijimin e urave të reja të bashkëpunimit me vende të tjera në sektorin e bujqësisë. Ai përmend ndërkaq 3 arsye për të mbështetur këtë sektor. E para është të jemi të orientuar drejt bujqësisë dhe prodhimeve bujqësore, e dyta të bëjmë çmos që vërtet të punohet në vetëdijsimin e konsumatorit kosovar, të jetë orientuar në shfrytëzimin e produkteve kosovare, dhe e treta një mesazh për të rinjt që nuk mund të jenë të gjithë të punësuar vetëm në administratë publike, duhet sa më tepër të jenë të orientuar nga bujqësia, sepse bujqësia është një sektor i cili kërkon investime jo të mëdha, mundësi të shpejtë të punësimit dhe me siguri një shfrytëzim i këtyre potencialeve do të jetë një mundësi e stabilitetit social në Kosovë. Kosova cilësohet si një vend agrar me mundësi të shumta për ushtrimin e veprimtarive bujqësore, por prodhuesit vendas thonë se institucionet vendase nuk u kanë ofruar mbështetjen e nevojshme për të zhvilluar këtë sektor, i cili vlerësohet të jenë ndër fushat më fitimprurse në Kosovë. Autoritetet ndërkaq thonë se buxheti jo edhe aq i mjaftueshëm i Kosovës, po kushzon mbështetjen e këtij sektori. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.